Çka je ti me ministrin e punëve të brendshme Besfar Lamallarin? Që po i shpallën ngrata këta? Ne e di, për shembull, ne i kemi bërë testet, për shembull i kemi bërë testet, vajzat e mia në Londër testet e ADN-s gjithë, ne jemi me xhak ilirar bror të këtyre maleve. A ki diçka ministrin? Por jemi xhak Gjergjit Kastriotit. E ki edhe në Isan Matofort? Po nuk po flas unë se nuk ato janë shtetas Shqipërisë, unë jam shtetas i Maqedonisë, edhe shtetas i Britanisë. Po për shembull e kena edhe një rast tjetër, s'po du më të ngusë bashkëm se Besfar me siguri e ki diçka ti, ministrin. Bish inshallah si çan listën ti. Jo, nuk mirë na mat sport fare. Tash unë bëj kërkesë që të futen. Pse ti jeni fare agenti ti, shpesh thuaj një agent i Anglisë e kështu. Jo, tash unë është fakt. A Izraelit e Anglisë drejt kallë. Tash unë i kam raportet e mira me të gjitha shtetet alate që e përkrahin. Jo. Ku më bëon agent i Anglisë vëlla? Jo, unë jam shtetas i Britanisë madhe dhe shtetas i Anglisë. Anglia dhe Amerika na ka shpëtu? Mirë po, kryetari i Londrës është i Pakistanit që thot jam musliman. Po, a ditë kur u bë ai? Kryetari i Londrës, pakistanezi, muslimani u bë kryetar në komunë në Londër. Apo më kupton ku morën shkollë? Dëmonat me agent i s'ki të bëj kur gjë. Jo, më çfarë do jam shtetas i Britanisë. Pse mua po më intereson në diçka domthonë edhe nëse s'gabojmë vitin 2013, nëse s'gaboj edhe Ahmet Kaloja Hoxha nga Shqipëria u shpoll në ngrata në Maqedoni. Pse? Ja, Ahmet Kaloja Ahmet Kalojën e kanë mashtruar këto xhallarët e Maqedonisë. Ndoshta e ka mashtruar Omer Bajramin këto tjerë. Nuk isha thon Bekiri nuk mirët me kësi gjëra. E kanë mashtruar dhe kanë desh ta fusin luftë me mua. Nëse ti je i kombit sultanit, unë jam i kombit Gjergj Kastriotit. Ne mund të bisedojmë, mund të rrim bashk, mund të ndihmohemi njëri me tjetrin, por nëse moment unë i hapi krahët që shtone edhe kallëzoj forcët e te, atëherë unë nuk jam njeri. Apo kupton? Unë habit na Bekiri do të më ardhë, unë më pranu mu që jam imam i shqiptarëve, apo kupton që e njeh Kur'anin më mirë se ai, jam ekspert i Kur'anit. Nëse ma gjenë ai gabim ma gjenë, ai nuk ka fol asnjëherë keq për mua Bekir Halimi, me përjashtim që një gazetar ka desh me shtin kurth. Ma ardhi dikush më pyet. Kthehemi tek Ahmeti. Po këtë lidhen me Ahmet Kalaon, domethënë. Sa ato e kanë pru Ahmet Kalaon, kanë kontakte, shtinën edhe ajo ofendoi Ahmet Kaloja, më ofendoi mua kocëkoti pa më njoftë. Edhe mua ka thonë se nuk e hek, unë i tham publikisht, më ka thonë Ahmet Kaloja nëse nuk e hek emisionin me Tim Shkupin as vina mo ty edhe unë e respektoj Ahmet Kalaon dhe e du shumë. Ai është kundra teje? Jo, nuk është kundra me, se punon për shtetin shqiptar. Është e vërtet? Normale, është shtetas i Shqipërisë. Prandaj është shpoll në ngrata po thon nga Maqedonia? Jo, nga Maqedonia këto Maqedonisë dikush ka dhënë informata të këqija për Ahmet Kalon që ka bërë thirrje me shku njerëzit në Siri, që ka fakte dhe prova. Që është e vërtetë? Jo, ka fakte prova, ka incizime. Që ka bërë thirrje? Po ka bërë thirrje për me shku me luftun Siri. E çish tash me shku me luftun Siri edhe punon për shtetin shqiptar të spolillet. Po mirë, tash ja ka bërë shefin ai grupit atje, ku e di unë. A mund që domon Ahmet Kaloja punon? Ahmet Kaloja nuk punon kundër shtetit shqiptar. Jo. Edhe unë kam thonë këta haptasin në Facebook në shkrimin tim, më kupton? Pastaj ja hoçën atë në ngrata, Ahmet Kalas ja hoçën. Unë s'kam as telefon këtë, tash në telefon. Jo, mos po mendon që pish kryej Ahmeti ta? Jo, Ahmeti më ka pararoj, unë mbroj Ahmet Kalon, s'ka të fol. Po ai po fol kundra te jo burr, mua ka thonë ke emision me Tim Shkupin. Dy xhallar që më kanë sulmuar më shumë dikur të kom pas në emision është Omer Bajrami dhe Ahmet Kaloja. Po pse të kanë sulmuar ato ditë? Pse unë i mbroj më shumë të ato ditë. E çish është e mundur ti për shembull ki domethënë komente negative për Omer Bajramin, ata bën like Zekiria Bajrami. Zekiria, u habita edhe unë, pse di që unë jam i vërtetë, unë jam lajmi i vërtetë. E di që unë nuk gaboj asgjë me Kur'an. E di që nuk i fut në sedër askujt. E di që nuk i kaloj kufite njerëzore. Unë të respektoj kush je, po do më respektoj. Nëse unë tham jam shqiptar i Gjergj Kastriotit, nëse unë tham se fjala komb është organizim politik, e ka përdor Veçil Harxhi, e ka përpunu Sami Frashri, duhesh me pranu se nuk është e imja, është fakt. Nëse ta mos e përdor fjalën fe për besimin tanë religios, edhe mos të shëndra në emën të shumicës absolute, duhesh me pranu disa rregulla. Shqipnia si shtet ka lind mbi emblemën feja shqiptarit të shqiptaria. Edhe në vetë shqiptar. Bravo. Otimi, po na e kena se harrum më thonë kena një sponsor trakisa, dani gut. Po e kisha pi gotën rakis pas emisionit se ta kuptojmë si çështje të punës këtë misionit, mas punërorit. Tash më s'po dalaj sen tjetër, rakis. Jo, po
E kisha pi edhe urinën e devës, po du me po molla Shevçetin edhe molla Naimin, këto ta pim bashkë. Pse ata po thu që? Po, ato thonë se njeri shërohet me urinën e devës. Pa ki provu ti në ere, shëro? Unë nuk e kam dertu në heci, edhe në zjarëm, edhe në navë. Pa ki provu urinën e devës? S'është probleme, kam dëshirë ta provoj me molla Shevçetin, molla Naimin, edhe molla Bekirin. A vëgon se unë i kam kolegë, kështu në i njëf nga studimet. Po ju se keni provu në ere? Mos unë pyet, unë thirrë këto, nëse e pinë ato, unë e minjar mas tyne. Minjar mas tyne? Unë nuk i detyroj me pi ato alkool. Nëse ato e pinë urinën e devës, unë minjar mas tyne. Pse një me, nëse s'gaboj ti deri në vitin 1996 ke punu si huq? Po. Pse u të rejke? Jo 96.